Si që shojmë sot. Dhe që dhe më shumë është po e vërteta. Një, dhe dyta, ju them kosovarëve gjë tjetër. Të zvendësojnë këto konceptet abstrakte, në kuptimin e mirë, që është kombi e kujdun e tjera. To janë koncepte, si do që tjetë, unë i quaj koncepte abstrakte, të vënë në plan parë jetën e njeriu. Sepse jeta e njeriu është kryesorja dhe jeta e një kosovari, apo jeta i greku, apo jeta i amerikani, apo i francezi, janë një lloj të vlefshme, nuk ka tani ta ndash tjetrin pa tjetër. Dhe të më kuptojnë që ato që unë them për Kosovën i them sepse i besoj. Ka qëllime dashakëse i besoj nga zemra ime, unë nuk punoj unë vërtet për serbët si shton ata, s'pagun serbi mua. Por sepse mendoj që nëse kosovarët më dëgjojnë mua këtë, është në të mirën e tyre që të luftojnë për veten e tyre, për të shliruar nga kjo diktaturë që jetojnë, e cila shitet si demokraci, sepse edhe shojnë që atrastie për i bën shteti vetë. Në të gjithë botën është ky problem, sa që bëhet demagogjia, sigur jetonin liri, në demokraci, në mirëqenie etj. Kjo është, po sidomos kur propaganda shumë e përqendruar siç është në Kosovë, sepse Kosova është protektorat akoma ndërkombëtar, Kosova nuk ka, qëse Shqipëria është e pavarur, është shumë e varur, Kosova s'ka pavarësi fare se është në protektorat. Kështu që këta kosovarë duhet kujtohen që liria është gjë shumë me gjerë se sa e kuptojnë ata liri kufish. Liria është para zgjithash që të jetosh i lirë në raport me njerëtetin, në raport me shtetin, mos e lejo shtetin të abuzoj. Domethënë me qenë se ky shtet është shtet kosovar, dhe unë pranoj më mirë një shtet Kosovës, që dhe pse është kriminal, por e pranoj sepse është shteti imi, nësa i shtet që është i Serbisë mund të jetë një shtet më i ëmbël, si thua kuptimin, më jep diçka më tepër, por nuk e pranoj se ata flasin gjuhën serbisht. Se nuk duhet të diskutojnë në këtë mënyrë. Nuk duhet të pranojnë që qeveria e Kosovës, politikanët e Kosovës, të abuzojnë, të shfrytëzojnë këtë plagë të madhe që kanë kosovarët, sidomos nga lufta që janë vrarë, janë goditur kaq shumë, që ta shfrytëzojë qeveria për avantazhin e vet që t'i heqi të drejtat e kosovarëve. Ku duket kjo? Kosovarët në shtetin e ri tyre po shkojnë përsëri emigrantë, atë kush është liria që kanë fituar. Unë këto gjëra them. Dhe kur them dhe kur trajtoj çështjen e Adem Jasharit e tjerë, sepse nuk e imagjinoj një fëmijë që fëmia ka lindur duhet rritet, duhet jetojë, jo fëmijën ta flijojmë neve se do mbajmë atë dhëun, se nesër gjithë do ikim. Pra këtë kuptim, domethënë kosovarëve u them, jeta është e para. Mbrojeni jetën, mos abuzoni, mos e kontraktoni jetën me asnjë lloj ideologjie, me asnjë lloj manipulimi, që ata që u bëjnë politikanë, ja bëjnë për interesin e tyre, jo për tuajin. Tani nga kjo kalojmë tek një mesazh për ata që të kanë keq kuptuar tek protesta, që se kanë kuptuar këtë gjë që sapo shpjegove ose që u shpjeguar në këtë bisedë që bëm tu në kanalin Pisk. Atyre unë ju them kështu, edhe hiq këta që më kanë prekur fizikisht, natyrisht nuk du me fol me ata, sepse për mendimin tim këta ndofta kanë qenë të paguar për këtë gjë, sepse i pas të rinj edhe ata ndofta niveli tyre është i tillë. Po flas më shumë për këta njerëz që kuptojnë diçka më shumë aty, por që mendojnë që unë jam armiku i tyre. Unë ju them këtë, unë jam gjithmonë vllai i tyre, ata mund të më konsiderojnë armik, unë për mua jam vëllezër e mi, dhe ai Genti si ka Progni, edhe ky tjetri Xhemalaj, si ka një Xhemalaj. Për mua unë i konsideroj si jam vëllezër, në kuptimin që nesër po të ndodhemi që vërtet ata kanë një problem, një hall të tyre dhe Lat Kosturi ka mundësi që hallin e tyre, për shumë, se mos në rastet e vështira flas drejtësisë e tjera. Dhe Lat Kosturi ka mundësi t'ju japi një ndihmë, Lat Kosturi i trajton një lloj si gjithë tjerët. Domethënë, është momenti me fjalë që t'imposhtim këto gjërat tona, përse na ta shohim tjetër pa tjetër sikur është armiku jon, sepse në fundit qëllimi do të jetë i përbashkët. Më kisha si pyetje tek gjithë zhvillimi i kësaj bisedës, për sa përket edhe atyre që janë pjesë protestuese, me reagimet tuaja të kohëve të fundit që ka lidhur me protestën, ku i ke etiketuar si qeleshexhi dhe mërditorët. Mos ndoshta edhe kjo ka pasur. Tani sigurisht ka ndikuar me fjalë, po kjo domethënë çfarë do të thuash me këto lloj etiketimesh? Normalisht nuk është kur i dëgjon ose i lexon, nuk kanë pa diskutim me fjalë, sepse kanë konotacion të mirë. Pse kanë përdorur për shkak fjalën qeleshexhin ton? Kanë përdorur pikërisht për t'i dhënë sinjal atyre që vën qeleshet, e kujton direkte, sepse unë jam dhe kundër kësaj aparencës me fjalë se kjo është një manifestim që duhet përfshi gjithë njerëzit.
Më dhe jo që ti tani me vej një simbol tëndin, që mund t'jetë një krahine, për shembull, dhe e vurët ti aty dhe ti duhet t'ja imponosh, të që ke ti, t'ja imponosh të tjerëve. Po mirë, nuk ka gjë përkundër që se e vendos. Veshjes e tjerë. Por edhe pastaj sepse problemi kush është kur e quajtë unë qeleshëxhia, në momenti kur ai filloi të flasje për shembull kundër muslimanëve. Po tani muslimanët janë 70% apo më tepër e shqiptarëve. Ti nëse flet kundër muslimanëve, ke fol kundër shqiptarëve. Domethënë nuk mund ta mbulosh ti identitetin, kulturën e një populli me atë zbrastin se po e fles prapë të shqiptarisë. Domethënë ka gjë, unë jam i matematikës. Për të krijuar diçka të përbashkët gjithmonë duhet të gjesh një emërus të përbashkët. Në matematikë emërusa e përbashkët numrave, ata që kanë bërë shkollë i gjejnë. Këtu tani për gjetur emërusin e përbashkët, në matematikë emërusin e përbashkët nuk e fut zeron ti. Tek matematika. Ke numrin 6, 8 edhe 4 po themi. E kupton? Aty 24 thotë është minimum gar multipla, se thash italisht. Emërusi më i vogël përbashkët është një numër që këta i pjeston këta numra, e kupton? Tani ti, nëse do gjurën e përbashkët me mua, s'mund të jesh zero. Të më thosh unë jam shqiptaria. Se s'është gjë shqiptaria është zero. Domethënë mos përbashkët me zero nuk bëj. Qofse ti je aty, ke traditet e tua, të krahinës, e tjerë, ti mbash, unë i pëlqej ato tua, ti të pëlqesh mia dhe të krijojmë një jetë përbashkët. Por jo me fjalë agresivitet, sepse njëri nga këto për shembull e sulmoi Olsi Azexhiun, ti tani je njëri që po bën protesta dhe i bën thirrje tani policisë antiterror që të arrestoj njerëzit që flasin për që kërkojnë që i përshëndetën protestat siç ishte Olsi Azexhiu. Tani Olsi Azexhiu mund të ketë gjithë metat nga pikpamja e interpretimeve, por ai është shqiptar dhe ditët e para të protestave, ashtu si të gjithë, dhe Olsi tha shqyqyr dhe shqiptar po ngrihen kundër një regjimi. Tani ti fillon me njerë, atë do të kishte arrestuar, do të ishte në burg, thot njëri nga këta. Do të thonë këtu është problemi. Tani ti po kërkon ndihmën e policisë që të arrestosh njerëzit e aty që po ngrihen. Atë kush je ti? Ose kërkon ndihmën e SPAK-ut. Ora ti je populli, nuk ke puna ajo shteti ne. Ti po kërkon të ristrukturosh shtetin anglisht. Ti tani thua me SPAK-un do rregulloj shtetin. Si e filmi që ka qenë. Institucioni i drejtësisë pra? E po jo, domethënë ti do bësh i presion politik të gjerë kundër të gjitha institucioneve pa dallim. Jo do kemi një institucion mikun për të luftuar institucionet tjera, se shteti duhet veprojë si i trupi tërë. Nuk ka shteti me trupa me krah të kputur. Ai është institucion, ti je populli. Populli del kundër institucionit, jo në kuptimin anarkist që se duam fare shtetin. Po kuptimin që shteti është shteti i drejtës, po ti s'mund të kërkosh ndihmën, po këta nuk e kanë këtë nivel ti. Më vjen keq me vëzës duhet t'i ofendoj, por nuk e arrin dot ta që të kuptojnë që SPAK është një strukturë të cilën asnjë shtet i Europës nuk e pranon, asnjë popull i Europës nuk e pranon, sepse është një strukturë e drejtësisë që shkon kundër shtetit të drejtë.